Shikues të Alert, mirë mbroma, përshëndetje nga ekrani I televizionit Ora News. Jemi po hymë në 10 ditëshin e fundit të muajit mars dhe sigurisht gjithë mendojmë her pas here edhe për pushimet, sepse me ardhen e pranverës, me ndryshimin e stinëve, rritjen e temperaturave e tjera, padyshim afrohen edhe pushimet verore. Do të flasim sot për turizmin. Mendojmë gjithë edhe për pushime, mendojmë gjithë për turizmin, por her pas here harrojmë edhe se në që situatë është Shqipëria. Si gjendet, si janë shifrat e vitit kaluar, pra vitit 2025, çfarë pritet në 2026, a do të ndikoj konflikti, pra lufta në Iran, sulmet amerikano-izraelite në Iran të javëve të fundit, si paraqitet situata në Shqipëri, a përfitojmë nga kjo situatë, apo humbim ne si Shqipëri, apo edhe shqiptarët si turistë të cilët pritet të udhtojnë, siç kanë bërë edhe vitet të tjera me radhë drejt destinacioneve të lindjes së mesme e më shumë se askund tjetër në Turqi, kur flasim për atë zonë. Kam të ftuar zonjën Flora Xhemani Baba, gazetare dhe eksperte turizmi, mirë se vini në Alert. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Zoti Zak Topuzi është kryetari I shoqatës së hotelëri turizmit, kënaqësi që u kam studio. Kënaqësi për mua. Do doja ta nisim me ju, spari me statistikat e fundit që lidhen me paktën muajt janar të Instatit për vizitorët në Shqipëri dhe pastaj ti komentojmë edhe ato të 2025-s pak e më pas kthehemi tek situata aktuale. Hyrjet në Shqipëri për muajin janar, shtetas shqiptar në tërësi janë 624.363 me 7.8% rritje, shtetas të huaj 552.187, ose rënje 1.5%. Daljet nga Shqipëria të shqiptarëve kanë rritje, daljet nga Shqipëria të huajve kanë rënje 6.2%. Tani mund ta komentojmë edhe këtë cilët janë ata të huaj që vinë rrinë dhe nuk dalin, po gjithsesi mund të jenë shifrat kombinohen fundi janarit, varet se si. Në përgjithësi, 3 mujori parë është një 3 mujori qetë dhe nuk është se rezultatet e tij janë dominuese, janë mjaft minimale. Megjithatë, koha e keqe, shirat e vazhdueshme prej gati 3 muaj kanë ndikuar dhe ke lëvizja e turistëve. Megjithatë, një pjesë e mirë janë dhe turistë tranzit që mund I themi ne, që shfrytëzojnë aeroportin e Rinasit për të lëvizur nëpër Europë. Shqipëria është bërë brand për udhëtimet me avion, sepse ka çmime konkurruese në rajon dhe kështu që një pjesë e mirë e rajonit përdor aeroportin e Shqipërisë për jashtë. Jo vetëm Shqipërisë, jo vetëm rajoni, po edhe unë këtë javë kisha një dy grupe familjare nga Londra që kishin përdorur tranzitin nga Shqipëria për t'ikur në Dubai edhe patëm shans që mbetën në Shqipëri nga javë, me qenë se ju prish varianti për t'ikur në Dubai, kështu që është edhe kjo si formë. Po, në përgjithësi pritet një lëvizje po e njëjtë, gati 7%, siç ishte vitin që ka, pra një rritje diku ke 6-7%, sa që ka qenë dhe vitin e kaluar. Është një trend pothuajse e Europës edhe botës me një rritje deri në vitin 2020 që do jetë pak a shumë e qëndrueshme, pavarësisht nga ato që do ndodhin në rast se këto luftra do të mbeten prapë të kufizuara dhe nuk do të përhapen në pothuajse gjithë linjën e largët apo e mesme apo qoftë edhe në Ukrainë. Pra, deri tani nuk ka dhënë ndikim esencial në turizëm, sepse turizmi tani është bërë mënyrë jetese, nuk është më thjesht një industri. Dhe mos harrojmë që Europa për vitin 2025 përpunoi 52% të gjithë turistëve që lëvizën në botë. Dhe shkjo sa e rëndësishme është Europa në drejtim të turizmit dhe udhëtimit, se tani analiza bëhet pak a shumë bashkë. Qartë. Gjatë 2025-s janë 12.466.038, ose ndryshimin përqind nga viti I kaluar, 6.6% më shumë. Por ata që janë turist, pra që konsiderohen pushime e tjera, janë 11.614.932.
Sigurisht nuk u arrita e shifra e optimistëve 15 milionë, por gjithsesi është shifër e kënaqshme. Nëse do ishim gjithë turist, po, është shifër shumë e kënaqshme, po ka dy fakte kokëforta që nuk të lejojnë të ngazëllehesh kaq shumë. E para janë të ardhurat, që do të thotë nëse 11 apo 12 milion turist, që quhen turist që shpenzojnë para në Shqipëri, gjenerojnë rreth 5 miliardë euro, apo 4,8 miliardë euro, këto shifra janë shqetësuese, sepse do të thotë që kostoja e një pakete turistike në Shqipëri është shumë e vogël, në raport qoftë edhe me Kosovën, që e ka më të lartë se Shqipëria, por që i mungon deti. Mirë po, ne e dim shumë mirë, dhe kur them ne, kam parasysh profesionistët e turizmit, që janë të gjithë në terren, tur operatorët, hotelet, restorantet, që shifrat për 11 apo 12 milion nuk përkojnë me numrin e pushuesve në të gjitha strukturat turistike, duke përfshirë edhe ato Airbnb. Që do të thotë, më shumë se gjysma e këtyre nuk janë turistë, por janë tranzitët që përmendi Zaku. Pra janë ata që hyjnë e dalin në Shqipëri dhe nuk qëndrojnë për të shpenzuar para në formën e një pakete turistike ose udhëtimi turistik. Ata shpenzojnë ndoshta para në aeroport, blejnë biletën, mund të bëjnë edhe ndonjë lëvizje që mund t'ja lejojë orari i avionit për të ardhur deri në Tiranë, ndoshta për të pirë një kafe, edhe kaq. Gjithë pjesa tjetër pastaj është vetëm udhëtim ose Shqipëria që përdoret si vend tranzit. Që do të thotë, nuk janë këto shifrat reale nëse do flisnim për turist. Megjithatë, janë shifra pozitive, ne nuk ka pse të tregohemi skeptik ose nihilist edhe të luajmë me shifrat, kur edhe 4,8 miliardë euro apo 5 miliardë euro të ardhura për Shqipërinë nga turizmi, përbëjnë sot 22 apo 26% të prodhimit të brendshëm bruto, që nuk është shifër e vogël për një sektor ekonomie siç është turizmi. Do me thënë, të ardhurat në çdo aspekt janë pozitive, po trajtimi i këtyre shifrave në mënyrë abuzive nuk na lejon të analizojmë prej ku vijnë, pra në çfarë forme vijnë këta turistë, si mund të optimizohet shifra e të ardhurave po aq mirë sa shifra e numrit të vizitorëve, dhe nuk na lejon ne ta klasifikojmë Shqipërinë se në cilin turizëm bën pjesë. Pra çfarë gjeneron më shumë, turizmin all inclusive, turizmin familjar, bregdetar, kulturor, malor, rural e kështu me radhë. Ka një kaos të përgjithshëm, i cili ndodh për mungesë statistikash dhe trajtimisht të shifrave sipas kanaleve të duhura. Gjithmonë në gjykimin tim, por e përgjithshme është kjo. Por në poza. Jo, rreth domon ne pothuajse kemi turizëm rajonal i cili përfshihet në një turizëm më tepër, po themi jo i organizuar, po thjesht iniciativa personale, sepse vetëm 15% e turistëve që vinë në Shqipëri janë me kontratë, siç tha dhe Flora, që tregon që ne nuk kemi arritur dot t'ju sigurojmë atyre një, po themi një pushim dinjitoz nëpër hotelet apo resortet, në mënyrë që të kesh mundësi t'i marrësh më shumë të ardhurat. Pra ne kemi 1% hotele me 5 yje apo resorte, ndërkohë që Malizi, Kroacia kanë 7 deri në 10% hotele me 5 yje dhe resorte. Që këtu ti je 10 herë më do marrësh 10 herë më pak të ardhura nga rajoni, sepse sigurisht që duke marrë ai hotele pa paketë të plot, duke zënë në Airbnb, të cilat për thënë vërtetën përbëjnë gati 78% të gjithë akomodimit tonë. Jemi në një rrugë jo të mirë dhe shpresojmë që qeveria ta kuptojë dhe mos merret më me shifra, pasi shifrat të ngatrojnë, të drejtojnë në rrugë të gabuar dhe ti mendon se je mirë, ndërkohë që Kosova e ka 2 herë gjysmë më shumë të ardhura për turist në vit se sa Shqipëria, që fundit nuk ka fare turizëm, nuk ka në identitet kështu se çfarë, nuk ka det, e kupton, dhe tregon që ka diçka që nuk shkon, dhe shpresojmë që qeveria që nga ky moment paktën kështu siç ka thënë, që nuk do merret më me shifra, por do merret me analizë. Një gjë që është shumë e rëndësishme është që ne akoma nuk analizojmë të ardhurat nga turistët e vendit, që është një element shumë i rëndësishëm. Europa për 2025 kishte 52% të gjithë të ardhurave vinin nga turizmi vendas.
Pra ti, duke mos analizuar këtë, ti bendon se ke siguruar 5 miliard, për mund të kesh 10 miliard. Ne nuk e kemi fare tek shifrat të Instatit. Nuk raportohet. Gjithë turizmin domestik, pra njerëzit që dalin, ti ke 1.200.000 banor informal në Tiranë, të cilët çdo fundjavë dalin nga kryeqyteti dhe shkojnë pushojnë diku, qëndrojnë 1 natë, 2 net, ose qoftë edhe 1 ditë, që është ai turizmi ditor, por shpenzojnë para, pra nxjerrin paratë e tyre nga xhepi dhe shkojnë i shpenzojnë diku në Vlorë, në Sarandë, në Valbon, në Tropoj, dhe këto shifra nuk futen fare tek statistika. Dhe në qoftë se flasim për statistika, më falni, 11.6 milion me 5 milion euro, 5 miliard euro, 5 miliard euro, nuk duhet të harrojmë që i bie që paketat jetë pak më e shtrenjtë, sepse një pjesë e mirë e këtyre të ardhurve që konsiderohen, po themi, turist, janë tranziti, edhe ata që shkojnë në aeroport Trina, si të lonë makina dhe Kosova, Maqedonia, edhe Malizi kanë makina, shihen lehtësisht targat e tyre. Për të mos thonë ata që shkojnë në makina, për shkak hyn nga Morina dhe dalin në Mauritian ose në Handhoti. Jo, po edhe ata llogariten në statistika, sepse llogariten turist, pavarësisht se kjo është para shifra. Nuk harxojnë as mundelet e një shishe ujë. Ti ke diku 480 euro apo dollar, bëhe si duash, për turist në vit. Kosova e ka 960, pra e ka gati më shumë se 2 fish. Po themi 10 milion turist, 5 miliard euro i bie rreth 500 euro. 500 euro. Ndërkohë që Kosova e ka 900. Edhe ne mund ta kemi ndoshta 900 edhe nuk dim ti llogarisim mirë. Ky është problemi. Ka ardhur koha që po nuk bëm këtë, ti nuk di të mes këtyre janë edhe qindra mira që vinte prindrit e vet nga emigracioni. Mund të vinë edhe një javë në fshat dhe nuk shkojnë turizëm domestik, po i themi, dhe ati po nuk llogaritet. Turist është ai që qëndron më shumë se 24 orë, nuk është rezident, pra nuk është rezident, pra turist quhet nuk ka si është shqiptar apo nuk është, në rast se ai jeton në Itali dhe vjen këtu 5 ditë, 2 javë, ai quhet turist. Në të njëjtën kohë nuk quhet turist ai që jeton këtu në Tiranë sepse është punonjës ambasade, e kupton, dhe është rezident, po themi pjesë më të madhe të kohës. Megjithatë, pra duhen ndarë, nuk është se ka në ndarje shumë të sake ne. Nuk është nuk është e rëndësishme kjo sepse ne mund t'i llogarisim edhe në mënyrë profane, pra nuk është e thënë që t'i kategorizojmë të gjitha, por këto janë para që shpenzohen në ekonomi. Do me thënë, të ardhurat nga turizmi dhe gastronomia si pjesë e turizmit janë të konsiderueshme, por mënyra e klasifikimit të tyre e gabuar ose mungesa totale e klasifikimit në kategoritë e caktuara, bëjnë që ne të mos e dim se ku jemi. Dhe me thënë, ne jemi në një kaos total, ose si të them, është truar ajo tryeza me ushqime, por nuk janë paketuar bukur, nuk e dim se çfarë kemi këtu, çfarë kemi atje, dhe nuk arrim dot që t'i shërbejmë një sektori të caktuar në mënyrë që ta ushqejmë. Po themi kot, turizmi i qëndrueshëm. Ne themi turizmi i qëndrueshëm, por e njohim si term në përgjithësi, por edhe hotelet butik, hotelet e qyteteve, hotelet që gjenerojnë ture kulturore, agroturizmat, resortet me bazë tokën, po themi fermat didaktike, bujqësore, rurale, turistike e me radhë, as ato vetë nuk i din, po themi pikat që e bëjnë një ofertë turistike të qëndrueshme, që ti respektojnë, ku di unë, riciklimi, qenia miqësore me mjedisin, këto eco-friendly, mjedisi ku ndodhen, pra sa si sillen ata produkti që vjen nga, jo vetëm nga burimet lokale, për shembull agroturizma që e blejnë mishin në Maqedoni, fjala vjen, ose verën në Itali, që është absurde, por që ndodh, sepse ndoshta burimet lokale nuk janë të mirë koordinuara që ai mos blej mollët në treg për t'ia ofruar klientit, por të marri mollët e Korçës, patatet e Kuksit, fjala vjen. Ai vetë nuk i njeh mirë rregullat që e bëjnë ofertën e tij turistike të qëndrueshme, por edhe suportin infrastrukturor nuk e ka, që të ketë mundësi ose për shembull kullat e famshme. Tani Ministria e Kulturës më duket në bashkëpunim me shumë organizata me SRD-n me Gizin. Me SRD-n me Gizin, me gjitha këto që sponsorizon ose EU for Culture, për shembull, po përpiqen që t'i bëjnë kullat monumente kulture dhe t'i shërbejnë turizmit. Shumë bukur. Si mundet një malsor ta vër kullën e tij në shërbim të turizmit kur ai s'ka letra? Do të thonë, nuk ka anë e gjës. Pra, mungesa e infrastrukturës ose e suportit infrastrukturor dhe të dokumentacionit
nga vetë shteti, nuk e bën të mundur që ai ti përqafoj ose ti konsumoj të gjitha hallkat për të shkuar drejt një oferte me turizëm të qëndrueshëm, edhe me turizmin bregdetar, turizmin all inclusive, do dhe njëjta gjë. Si mund të ofrosh ti një ofertë cilësore all inclusive me ushqim pa limit, me pije pa limit, kur resorti në Golem nuk ka ujë. Ati duhet ta blej vetë depozitën e ujit një herë në javë për shembull, ose të ketë gjeneratorin në dispozicion kur ikin dritat, ose ti pastroj vetë plehrat para resortit se bashkia përkatëse nuk kalon 2 herë ose 3 herë në ditë për shembull, sepse është kërkesa e tillë, ti nuk e parashikon dot sa plehra do hedhin sot. Mund të ndiqet një rregull, patjetër, por kur i shikon koshat plot, bashkia duhet viti pastroj. Nuk mund thotë s'kam punëtorin se e kam turni parë, ose turni dytë, ose nuk vjen dot natën. Ka një problem që ne mendoj pra se ka ca hallka që nuk lidhen me njëra tjetrën. Ne lëm turizmin të rrjedhi vetë, duke konsideruar një industri e cila në mos do rrjedhi, do pikoj, dhe jemi të vonuar në hapat që ndjek rajoni për të bërë, po themi, subvencione apo politika për turizmin. Pra, ne ishim të fundit që ullëm të vëshën në akomodim, ndërkohë që turizmi është eksport, është 23.6% e eksporteve shqiptare, është turizm. Ti nuk mund të atosh një qytetar europian kur je këtu, do më janë ca rregulla. Rajoni, me një luft dhe përpjekje, ne arritëm ta ullim. Sot gjithë rajoni ka ullur të vëshën e restoranteve për t'ju ardhur ndihmë turizmeve, sepse është problem. Dhe ka ullur dhe Greqia, që është e kondicionuar nga Bashkimi Evropian, sepse ka borxhin e lartë, 160%. Dhe ajo e ka përgjysmuar, dhe më shumë se përgjysmuar. Domethënë, që të bësh ti konkurrent në rajon, duhet të bësh politikat që bën rajoni, po jo ti bësh mbas shumë kohësh. Ti ke mundësi që t'jesh, domethënë, në pararoj, dhe politikat e tjera. Pra, ose ajo e kartave, pagesave me kartë, për shumë që është skandaloze fare, që gjithë bota merr 0,3%, ne kemi 3%. Ne kemi 3,5%, deri në 3,5%. I merr banka sepse e lejon shteti. Nëpërmjet shitësit. E kupton, edhe bëhesh aksioner. Banka bëhet aksioner në i bar, e kupton, sepse ai nuk mund të fitojë më shumë se 10%, sepse kemi dalë në vend parë tani, se lexoj një gazetë italiane, ishim 110, për çdo 110 banor kemi një si shërbimi bar, fast food apo nga këto tjera. Ishte Greqia në konkurrent me Spanjën, dhe ne ishim ke vendi 2, vendi 3, dolëm vend parë tani për vitin 2025. Pra kemi shumë probleme, një nga problemet që diskutohesh dhe kjo. Ka një ligj për turizm, ka për standardet, e cila ka një pikë shumë të rëndësishme për përdorimin e produkteve të vendit. Pra në rast se ti je një hotel skarpar dhe përdor produkte e skarparit, merr 10 pikë në kuotizimin. 10 pikë ka edhe pishina, po të kesh pishinë ndjashme. E kupton çfarë ndryshimi, pra sa të bësh i pishinë, merr produktet e vendit edhe plotson standardet, pra janë ca elementë që kanë ngelur në rrugë, jemi vetëm i vend tani që nuk kemi. Dhe nuk kanë asnjë kosto për shtetin, ë? Jemi duke folur vetëm për suport teknik këtu, nuk jemi duke folur për suport financiar, nuk po i thot njëri shtetit mi jep ti parat, paguaj unë punëtorët, se ato se bëjnë. Ka filluar një politikë e tillë ministritë e përbashkëta, sepse ndrohen dhe emrat e ministrive, ka një vit e gjysmë, jemi akoma ke 0, për të stimuluar këta persona që përdorin produkte vendase në një mënyrë apo në një tjetër. Kjo ndodh në çdo vend botës, në rast se do shkosh Malzi, do marrësh një birë Skopje ku në ato të vendit, e ke 3 euro. Po more Heineken, e ke 7 euro, 8 euro. Ti detyrohesh vetiu të përdorësh birën e vendit, sepse pse do paguash? Vjen ndihmë mua si turisti, vjen ndihmë prodhimit të vendit. Sigurisht. Të gjitha birrave artizanale, që janë birra të vogla punishte, që janë në fakt krejtësisht turistike, sepse ato janë punishte ku turistët mund të vinë të bëjnë degustime, t'i vizitojnë, pra si kështu bruri. Edhe ajo birë ka akcizë, mendo pak. Edhe ata po falimentojnë gradualisht, po reduktohen, se nuk e mbajnë dot, nuk mbjetojnë dot. Mbyt tregu i prodhimit masiv. Po nuk mund të blesh, pra nuk mund të pretendosh që të blesh një produkt lokal dhe një produkt të importuar me të njëjtin çmim në treg. Bira e Shqipërisë, pra. Absolutisht. Nuk ka kuptim. Dhe ju përmendet pjesën e verës, por domethënë shteti, unë e kam përmendur disa herë që shteti duhet të marrë disa iniciativa që ti, si agroturizëm, si turizëm rural, si restorant,
nuk do lejosh të punosh, nëse ti nuk i Nëse kenë nuk përdor meny, verë vendi. të paktën 50%. Po se ndalon askush, pra këtë Dhe po ja, flas. pra, çfarë po Dhe diskutojmë? pastaj unë si klient e zgjedh dhe kemi vera shumë të mira. Jo, ose për Super të shembull mira, të ne- subvencionohet në këtë mënyrë. Për shembull, ishim duke folur për turizmin vendas, pra turizmi domestik. Ti thuhet, e pati bërë Greqia disa kohë në kohën e Covidit ndoshta, do me thonë që qëndroni apo pak pas Covidit, nuk e mbaj mend, por që rëndësi ka, të gjitha shtetet e rajonit bëjnë politika nxitse edhe i thonë, për shembull, nëse do pushosh në Greqi ose në Malë të Zi, do kesh 10 ose 20% ose gjysmën e paketës turistike do ta kesh të subvencionuar nga shteti. Harxho 500 euro në atë dhe, merr 250 euro mbrapsht. Ndërkohë që ne nuk po themi për 250 euro, se ndoshta është shumë, po merr 20% mbrapsht. Po ta subvencionoj shteti ama, jo biznesi. Sepse sa herë që dalin iniciativa të tilla, qeveria ja lë në kurriz biznesit që ti paguaj. Kompensimit Do të rrisësh dogana rrogat, do rrisësh rrogat minimale do i bësh 500. Dakor, ti do të barazohesh me rajonin, me rroga. Shumë mirë deri këtu, sepse personeli të punojë dhe të paguhet aq sa meriton, që të mos ikë jashtë. Por ti këto ja faturon sërish biznesit, qeveria vetë nuk subvencionon asgjë. Ju kërkua që të subvencionoj sigurimet e punëtorëve jashtë sezonit. Me sa di unë nuk e ka bërë. U fol dhe madje u vendos për të paguar studentët me rrogë minimale 400.000 lekë, më duket? Ishte atëherë. Dhe që të studentët të stimulohen të studiojnë në Shqipëri, pra mos ikin jashtë. Studentët e turizmit. Studentët e turizmit, po. Të studiojnë sa më të rritet numri i studentëve që studiojnë për turizëm, sepse është jashtëzakonisht i vogël në raport me kërkesat që ka tregu, dhe me sa di unë nuk është zbatuar. Vetëm Universiteti Bujqësor është zbatuar. Vetëm një vit u zbatuar dhe pastaj mbetën unë përballa në Durrës me studentët e turizmit, cilët më thanë, ngritën dorën, thanë, Nuk i kemi marrë. na thanë, na thirrën, erdhëm të studojmë turizëm, na subvencionuar një vit tani na lanë në rrugë dhe ne duhet i paguajmë. Pra ti po i subvencionon ata për vetëm në arsye që dhe ata që duan të studojnë dhe nuk kanë mundësi financiare të vënë në këtë deg sepse ka kërkesa. Atëherë ti e le këtë student në mes. Subvencionove 100 apo 50 bursa një vit dhe pastaj e le. Vazhdimësia është shumë e rëndësishme në proceset që po flasin dhe turizmi është një nga industritë e rëndësishme të Europës dhe të botës dhe sidomos Ballkani është shumë i rëndësishëm, në 1/4 e gjithë turistëve të botës lëvizin në mesdhe dhe Ballkani për shans është në mesdhe. Të gjithë po mundohen të përdorin metoda për të tërhequr sa më shumë turistë dhe për të përfituar sa më shumë të ardhura. Ne sigurisht pra, një turist futet në punë 7 deri në 8 veta. Çdo njeri që futet dhe bën takon dhe vej një firmë aty që hyrin në Shqipëri, ka futur në punë 7 veta. Vetëm kaq duhet kuptosh që pastaj edhe sikur të subvencionosh një punonjës turisti, ai ka sjell këtu 7 veta të tjerë që do paguajnë, do mbajnë industritë e tjera që janë të lidhura në mënyrë indirekte. Sepse një punonjës turist, një person që do vit flet, do ka taksisin që ta sjellë, ka baçevanin, ka bujkun që do prodhoj, e kupton janë një zinxhir të lidhura me njëra tjetrën. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë me problematikat, nëse gjitha lidhen me shtetin, por ju folet për pjesën e TVSH-s, se ju jeni edhe si përmarrës vetë. 6% më faturoni akomodimin, 20% më faturoni barin dhe restorantin. Nuk du të harroni që në këtë kohë, edhe kostot tuaja do të rriten, sepse lënda e parë do të rritet buka, do të rritet fruta e perimet për shkak të gjithë inputeve bujqësore që kanë shkuar shumë më lartë se sa ishin para fillimit konfliktit në Iran, një rritje e frikshme. U rrit nafta brenda në depozita. Ne na rritet gjithmonë kjo. Dhe nuk është ulur asnjëherë kur nuk është ulur sa duhet. Ka pas një ulje, po jo aq sa duhet. Kemi më të shtrenjtë në rajon. Në Itali kishin filluar sot para disa ditësh protestonin me kuaj para karburanteve për shkak të rritjes çmimit dhe ishte diku 1.89 euro atje. Është pak a shumë sa ne. 1.89 e kemi këtu. Të paktën në Po Greqi ishte 1.4, unë dera, në Malzi 1.4, 1.2. Maqedonia e Veriut e ka 1.1, 1.2. Më thënë para spoteve publicitar, një ndërprerje të shkurtër, kam një mesazh promocional për Sedaton Plus, i cili është një suplement bimor i krijuar për ndihmuarin e qetësimin e sistemit nervor, reduktimin e stresit dhe përmirësimin e cilësisë gjumit. Ai përmban ekstrakte natyrale si valeriana, melisa, kamomili dhe pasiflora
të njohura për efektin e tyre relaksues. Sedaton Plus ndihmon në uljen e ankthit, nervozizmit dhe tensionit mendor, duke kontribuar në një ndjesi qetësie dhe ekuilibri emocional. Përdoret shpesh në periudha lodhje, stresit lart ose pagjumësie pa shkaktuar varësi. Pra nëse ndjeni shqetësime të tilla, konsumoni një tablet Sedaton Plus. Shkojmë në reklama e kthehemi pas pak. Jemi kthyer sërish në Alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për turizmin, sezonin 2026. Megjithatë, unë për saktësim nuk kam dashur kur që t'i ndaj sezonet, sepse Shqipëria ka turizëm në gjithë muajt e vitit. Në fakt, ka turizëm veror, turizëm malor, turizëm kulturor, historik, kështu që gjithsesi për turizmin në muajt e ardhshëm, sigurisht peshën më të madhe e zë turizmi detar, por edhe ai malor në muajt e verës. Zoti Topuzi, si e presim këtë periudhë që pritet fluks turistësh, kapacitetet akomoduese, a mendoni se mund do jetë vit i kënaqshëm? Se për hir të vërtetës në Shqipëri ka në çdo stin turist. Nuk janë në det, po janë në Tiranë, në zona muzeale, historike, vizitojnë qytetet tona. Berati ka her pas herë edhe në fundjavën e kaluar isha dhe kishte goxha të huaj. Në fakt, çdo e keqe ka edhe të mirat e saj. Ndikimi i luftës në lindjen e mesme do të sjellë një lëvizje të turistëve drejt Europës dhe drejt Afrikës. Paktën sot, sipas njoftimeve, sipas buletinit që nxjerr Organizata Botërore e Turizmit nëpërmjet informacioneve të tyre, problemi i lindjes mesme është bërë një problem akut. Pra janë rreth 100 milion turistë që lëvizin në vit aty për vitin 2025. Dhe parashikohej një rritje gati 13%, ndërkohë tani mendohet se mund të ketë një rënje deri në 27-28%, deri në 38%, që përbën gati 40 miliard euro më pak do të vinë. Dhe nuk është problemi tek ideja që jemi keq. Dhe sikur të mbaroj për 3-4 javë, siç thotë presidenti Trump, për të rikthyer besimit tek këto zona, do të jetë një luftë e gjatë, ndoshta edhe disa vjeçare. Pasi është të thyer komplet siguria dhe besimi tek niveli i turistëve elitar që shkojnë aty. Nuk bëhet fjalë për ata që shkojnë me bukë me vete edhe për të parë thjesht në Dubai. Janë njerëz që kanë investuar, kanë hotele, kanë apartamente luksoze me miliona euro dhe janë detyruar të largohen me charter nga 350.000 euro brenda ditës vetëm për të shpëtuar kësaj situate. Kështu që do të ketë një ndikim të madh dhe sipas informacionit të shtypit, domethënë të sotmit, një pjesë e tyre do të kalojnë në Afrikë, pra edhe në Europë. Dhe do të ketë një rritje, besoj, në rast se ai konflikt nuk do të përhapet më gjerë, sepse është dhe ky frika. Ata, Irani është munduar ta transmetojë domethënë konfliktin në rajon për t'i bërë dhe ata të tjerë të ndjen keq pra nga kjo situatë dhe fatikisht po ja arrin domethënë qëllimin. 1 në 7 udhëtar kalon në të linjave të gjata kalon në këtë sektor. Pra ndikimi tek, po themi, linjat ajrore dhe shoqëritë e fluturimit avione është jashtëzakonisht i madh. Shpresoj Tiranë, Shqipëria, domethënë thash pak përpara, sipas gjithë parashikimeve, sipas gjithë sondazheve, sipas kontratave që janë lidhur, do të ketë një rritje 7-8% krahasuar me një vit më parë. Dhe nuk është se do ketë në një zhvillim tjetër, pak a shumë, pra kjo është politika dhe thjesht aeroporti, në rast se fillon aeroporti i Vlorës, do të jetë një pikë e rëndësishme për ta kthyer Shqipërinë drejt një destinacioni, po themi, të konsoliduar, sepse një turist i cili vjen nëpërmjet një aeroporti, siç është aeroporti i Rinasit, nuk mund ta konceptojë që të dojë 3 orë për të shkuar deri në Vlorë, po marrë shembull. Pra, hapja e aeroportit Vlorës do ta ndryshojë rrënjësisht konceptin e Shqipërisë dhe do ta fusë atë në hartën
globale të destinacioneve direkte të turizmit. Shpresojmë që kjo do ndodhi, sepse u folë dhe vjetë, po nuk Këto pati. përplasje që kemi parë në media mes aksionerëve, tjera, rrezik do ta Ato më tepër janë politike, do më nsajojnë gjëra për gjetur një arsye. Jo, në rregull, po punohet aty pak? Di që po punohet dhe paktën sot kryeministri foli që së shpejti do të hapet, megjithatë të paktën të hapet për linjat e largta që janë menduar se do të zbarkojnë aty, për shkak pistës gjate. Pistës më gjatë dhe një nga problemet e tjera kryesore të Shqipërisë është shtimi i kapaciteteve akomoduese, që është dhe një nga pikat e strategjisë, pa një shtim, përveç yjeve, pa shtim, pra ne jemi diku 60.000 shtretër, ndërkohë që 220.000 shtretër të tjerë janë apartamenta dhe vila që jepen me qira. Pra me këtë numër shtretërish, ne jemi jashtëzakonisht dobët krahasuar me rajonin. Malizi ka 180.000 shtretër me 1/3 e territorit, me 1/4 e popullsisë edhe shumë tregues tjerë. Pra, është shumë e rëndësishme që ne të ndërtojmë hotele dhe resorte dhe jo më vila që gjoja janë për turizëm, por fatikisht ato janë imobiliare, janë private. Dhe përrisin kapacitete shtretësh. Një nga rekomandimet që ka, ose më mirë, një nga pikat e rëndësishme që ka strategjia 2026-2030 është ndërtimi i hoteleve me kapacitetet të mëdha, dhe më dhe të mesme, por e sektorit të luksit. Nuk po flasim për luks të madh, po sistemi mixed use që janë... Të paktën për turizëm familjar. Hotelet mixed use janë destinacionet të plota për të punuar 12 muajt vitit, ku baza është hoteli, dhe më 60%, 50-60%, pjesa tjetër janë apartamente, ka shërbime të ndryshme si port jahtesh, restorante luksi, restorante të zakonshme, bare të zakonshme, qendra tregtare, dhe këto i kthejnë, po themi, gjithë zonën funksionale, pasi të gjithë këta njerëz që punojnë këtu, duan infrastrukturën nga mbrapa, duan apartamente, duan vila, duan për të qëndruar, dhe ndërkohë dhe vetë banorët bëhen pjesë aktive e këtij zhvillimi, dhe me këtij destinacioni. Dhe ky është destinacioni sot për sot më i suksesshëm në botë. Ne nuk mund të jemi Antalya, nuk kthehemi dot sepse ka mbaruar cikli ku ti shkon dhe ha sa duash, vë një litar këtu edhe nuk ke ku shkon. Nuk e ke, ne jemi shumë të fragmentuar. Ky është modeli më i suksesshëm. Malizi ka 2 modelet më të suksesshme në gjithë Mesdheun, Porti Montenegro, Porti Nuova, që është kthyer në bazë të gjithë, ka dhe këtë portin e jahtëve më luksozin në Mesdhe, të 2 këto portet, dhe arin hoteli deri 1.000-1.500 euro, ka dhe 10.000 euro nata. E kupton, për të siguruar të ardha, kjo nuk do të thotë që nuk do kesh turizmin e zakonshëm. Por ama, turizmi elitar sjell 8 herë më shumë se sa një turizm i zakonshëm, dhe ti vazhdo me turizmin e zakonshëm, por ama, këto janë ato që të sjellin të ardhura dhe e nxjerrin vendin si destinacion turizmi, sepse sa do reklam të bësh ti, kur thot ai tjetri, kush je ti? Malizi vetëm nëpërmjet reklamave që japin 10 çenet më të mëdha të botës, e bëjnë ata reklama për Malizi. Nuk ka nevojë më qeveria të bëjë reklamë, sepse sa hy, shikon emrat Intercontinental, Melia apo tjera, dhe kjo është shumë e rëndësishme sot për sot. Pra, në rast se ne tentojmë për të bërë turizëm, duhet detyrimisht të kalojmë këtë fazën e ndërmjetme. Flora, para pak ditësh, në fakt, po unë sot nuk e gjeta për ta pasur për në ekran në Splitter, pash postimin e një turisti anglezi që kisha rastisht në Shqipëri, dhe a e kishte postuar rrjetet e veta sociale, pastaj marrë nga një ose 2 media britanike, dhe thoshte fliste fjalë më të mira për Shqipëri në kuptimin e klimës, detit, malit, historisë, ushqimit, mikpritjes, por, se ka gjithmonë një por në Shqipëri, është e pamundur mos ketë, në dorë të Zotit, në kuptimin që infrastruktura e shkatruar, flas për rrugët,
mbeturina pa fund, nuk ke një vend ku ti të informohesh, nuk ke një stacion autobusi me linjat, me oraret, pra ta njerës që duan të lëvizin me autostop, ose me transport publik, jo me autostop. Shuje, për te gjithë të mirave janë edhe gjithë të këqija të tjera. Pra nuk e merr vesh një turist kur vjen Rina, se si mund shkojnë në Valbon, si mund shkojnë Theth, në terminal. Çfarë pyetje doje të mbëje tani, sepse kjo është situatë, kjo është pasqyrë. Kjo sa na prish imazhin. Dhe a ka shanse ta rregullojmë ndonjëherë, se ka disa tentativa, ajo bashki, jo terminale. Nuk duhet mi bësh mua, duhet ja bësh shtetit. Po. Ajo thot, bukur, natyre bukur, hoteli mirë, ushqim i shijshëm, mikpritje, buzëqeshje, njerëz të mirë, san ide, etj. Po pastaj, rrugët, autobuzat, zyrat e informacionit turistik, pra gjithçka që është në errësirë, është pjesë e shtetit. Është ajo hallka lidhëse që i mungon turizmit. Do me thënë, nëse ti ke hotelin shumë mirë, pra hoteli 10, dhe pastërtia 5 ose 4, hoteli merr 6. Do me thënë, në kur bëhen review, ajo thot cleanless. Dhe ajo nuk llogarit vetëm pastërtinë e hotelit, llogarit edhe pastërtinë e mjedisit që gjen sapo del nga hoteli, plehrat, koshat, papastruar, që i përmendëm që parë. Gjithë kjo pasqyrë që ti bëre, që turistja britanike bën, që të gjithë turistët e tjerë bëjnë, dhe me thënë që sa përplasen me mjedisin ton, pra me infrastrukturën ton mjedisore ku qëndron mungesa e ujit, mungesa e dritave, dhe kur them mungesa e ujit, mungesa e dritave, nuk e kam klishe. Jo, janë reale që ndodhe. Në Alpe, në mes të sezonit, ku turistët janë, ku gëllojnë turistët në Theth, ti e ke tensionin 120 volt. Nuk mjafton as për të ftohur në frigorifer, as për të gatuar në sobë, se nuk mundoj, tani ne do gatuem dhe me dru dhe me zgar për larmishmëri, për bukuri, por ne dim shumë mirë që nuk mund t'i mbash të gjithë turistët me atë saçin, sepse është e pamundur, se numri i tyre tani është shtuar aq shumë sa që nuk i përballon dot, dhe në një farë mënyrë ti do gatuash, pra do përdorësh edhe pajisjet e kuzhinës që punojnë me korrent. Po si mund t'i përdorësh kur është 120 volt? Kondicioneri, nuk i punon televizori. Nuk i punon asgjë, nuk i punon edhe interneti që tani ata duan të lidhen. Do me thënë, nuk i punon asgjë që ai të krijojë kushte optimale dhe turisti krahas natyrës të pëlqejë edhe shërbimin dhe mjedisin. Dhe këto nuk janë për faj të sektorit privat. Janë për faj të mos koordinimit të sektoreve shtet-privat, pra publik-privat. E njëjta gjë ndodh edhe me plazhe. Dhe kryesisht shtet në Tiranë. Është kryesisht shtet, do të thonë, ne e themi gjithmonë në terma të varfruar që çka kërkoi shqiptari në shekuj, atëherë kërkonte pak bukë, pak dritë dhe pak hekur, sot kërkon drita, ujë dhe rrugë. Asgjë tjetër, se të tjerat i bën vetë. Pastaj, në infrastruktura, kur ti ke për shembull në mesin e verës, pra në pikun e sezonit, 20 korrik, 25 gusht, ti e bën teorikisht ti e bën Vlorën për 2 orë e gjysmë. Po ty të duhen edhe 2 orë e gjysmë të tjera në trafik, sepse i ke të gjitha nyjet të zona. Pra ti do 1 orë dalësh nga Tirana. Ti do 3 çerek ore të dalësh nga trafiku i Urës, Dajlanit ose i Shkozetit. Ti do 1 orë të hysh në Vlorë, domethënë nga Transballkanike apo kudo qoftë, pavarësisht se tani janë 3 unaza. Kjo ndodh sepse gjithë fluksi derdhet në rrugë me makina private. Ne s'kemi tren, ne s'kemi tram, ne s'kemi metro. Ne nuk kemi asnjë lloj transporti publik, madje ne nuk kemi as transport publik me autobus, që do të thotë të jetë transport shërbim publik jo privat. Jo një autobus i cili ka një orar dhe mbushet, që edhe ata mbushen. Pra, edhe ky shërbim që është i mangët, edhe ai konsumohet deri në fund. Madje edhe makinat me qira që janë prap një shërbim i pamjaftueshëm, edhe ato konsumohen krejtësisht dhe ti rrugës verës, ti shikon gjithë lavazhet që thonë makina me qira, dhe ofrojnë makinat e tyre që i kanë të servisit, do me thonë, oficina që ofrojnë servis e ka rregulluar makinën dhe derisa të vita marri klienti, ai e lëshon me qira. Pse? Sepse kërkesa është shumë herë më e lartë se oferta. Dhe prap, qeveria ose institucioni përkatës, Ministria e Transportit për shembull, nuk ndërtojnë qoftë edhe me koncesion, janë disa koncesione ose PPP, që askush nuk do t'i kritikonte, në qoftë se këto do përdoreshin. Bëj një PPP për transportin publik të qyteteve të mëdha, të Vlorës, të Sarandës, jo të qarkullosh 1 milion turist me 5 autobuzat prishur që shkojnë në Ksamil, do me thënë. Po bëhen, sigurisht përpjekje, për shembull rruga e Ksamilit, që shkon 4 orë dhe ministria jonë e dashur
e transmetonte me krenari që shikoni sa shumë turist po shkojnë në Ksamil, ndërkohë që ata kishin 4 orë që rrinin në vap, në mes të trafikut dhe Alket Islami që i filmonte nga lartë, me thënë, për të kuptuar se sa keq është situata me trafikun, dhe ti do të shkosh nga Kasaranda në Ksamil dhe ti rri 4 orë në trafik. Dhe me thënë, çfarë kënaqësie pushimesh marrin ata turistë atje, qofshin shqiptarë, qofshin të huajt, si zgjidhet kjo? Së paku me transport publik dhe me mjete rrethanore. Pastaj, treni vjen nga Ballshi me naftën edhe shkon në, ku diun, në Shkozet apo kudo qoftë. Pse treni i mallrave punoka dhe treni i pasagjerëve nuk punoka? Pse nuk i vendos 3-4 linja me ato kushte që kanë ashtu modeste, sepse ka shumë popull i cili do shkonte me kënaqësi me 1.000 lekë biletën në Durrës, ndërkohë që tani nuk shkon fare, sepse bën 5.000 lekë bileta e furgonit. Do ishte edhe strese, trafiku, parkimi. Do ikte një pjesë shumë e mirë e popullatës, do shkonte me tren në plazh. Ka qenë dikur treni, tani ti e ke trashen ato hekurudhore, e ke. Sa vite të duhen për të bërë hekurudhën Tiranë-Durrës? Pse kaq shumë? Mjaftojnë 10 trena që do shkosh ti blesh. Dikur kemi pas ato trenat polak. Edhe sot mund t'i vendosësh ato. S'është e thënë të presësh derisa të bësh trenin elektrik. Bëj edhe trenin me naftë, se punon edhe ai. Bile është më i mirë se sa gjithë nafta që harxhohet në trafik edhe ndot mjedisin. Në kaq të thjeshta janë gjëra dhe nuk bëhen. Prandaj dhe kemi ngecje. Problemi është i thjeshtë, domethënë. Po ti se do merr seriozisht për të marrë me turizmin, atëherë problemet mund të zgjidhen dhe më kollaj. Çfarë pengon veriun, duke pas parasysh që mbi 40% e gjithë pushuesve pushojnë në zonën nga Lezhë deri në Shkodër. Dhe pjesa më e madhe e Kosovës pushojnë aty. Për 40 kilometra, ti mban peng pjesën më të madhe të turistëve që kalojnë në këtë zonë dhe ata gjetën në rrugën më së fundi për të shkuar në Greqi, pasi Kosova përfundoi autostradën që lidh Shkupin dhe pastaj për t'ikur nga Shkupi në Greqi. Masivisht kanë ikë në Greqi edhe në Itali kanë ikur që kur liberalizuan vizat. Po jo, ne dinim që do hiqeshin vizat për Kosovën. Ne nuk bëm asgjë për ta bërë këtë rrugë, e cila i morëm të mirëqenë turistët e Kosovës. Mund ta zgjeronje të paktën me një korsi, pra e bënje me 3, në mënyrë që kur të shkonin të kishin 2, kur të ktheheshin të kishin përsëri 2. Njëjtën gjë ka bërë Greqia 10 vjet, 20 vjet, derisa e zgjeroi rrugën për të shkuar në Kalkidiqin, ato 3 gishta. Gjëja më minimale, domethënë, që ta bërë. Atëherë ti ja u nxive jetën këtyre njerëzve dhe këta gjetën zgjidhje. Po shikosh tani, resortet më cilësore të Greqisë, së Selanikut, po marr si shembull, janë prenotuar me shtresën e lartë që kanë të ardhurat të Kosovës dhe diasporës. Pra ata shkojnë familjarisht. Unë kam qenë në 3-4 për punë, për takime, dhe po thuaj se fliteshe Shqip, dhe me nëni këshim bërë Shqip ata. Imagjino sa të përkujdesur janë ndaj detajeve dhe ata e kuptojnë se ku po rrjedh fluksi. Greqia nuk e përmendte Shqipen. U kthyen serbisht ishin, po thuaj se të gjithë me nët. Tani ishin dhe Shqip. Pra ne për 40 kilometra rrugë. Si është e mundur të lësh kryeqendrën e Veriut pa autostradë? Do me thonë mbaron rruga në Milot, ti futesh në Rrumbullak për të ikur te rruga e Komit. Pastaj pjesa ande është makt. Do me thëmë prej aty, deri në Lezhë, a kupton që Shëngjini dhe Velipoja janë 2 plazhet më të mëdha të vendit, kush zbarkon gjithë turizmi familjar dhe Kosova. Kanë ndërtuar hotele luksoze, niveli shërbimit, deti është shumë i mirë. Do 2 orë të futesh në Shëngjin. A kupton? Për çfarë u bë ai segmenti i rrjollit? Ai është një rrugë e bukur panoramike, por nuk e zgjidh problemin sepse ty të duhet të futesh në Shëngjin, të duhet të kalosh nga Shëngjini në për atë grykën e portit që të ngjitesh lart, do me thonë të kalosh në... Para se të bësh dekorin, ti duhet sigurosh njerë vazhdimësin, pasaj merru me dekor. Prandaj po them për të shku te Rana e Hedhun, ti nuk e rrugë, ke atë rrugën e ngushtë të portit që është një kalimshe monopat. Ajo është bërë për ata që do investojnë aty, i do bëjnë resortet, kaq. Prandaj po them që për të kaluar për shembull nga Velipoja në Shëngjin dhe nga Shëngjini në Velipoj midis plazheve. Po unë kur kam shkuar në Shëngjin dhe jam ngulur aty bashkë me familjen, unë s'kam pse të shkoj më në Velipoj, unë mund të shkoj një ditë për kënaqësi, për të bërë një shëtitje ose për të ngjitur atje lart ke mbretëreshat e Uta. Nuk është rrugë pra që i ka zgjidhur gjë Nuk është momenti për shpenzuar për atë rrugë, ndërkohë që ti ke një problem tjetër madhor për t'i
quar këta njerëz, këta gjithë kontingjent? Në fakt, kur përmendet çështjen e dritave, më kujtua një detaj që lidhet me pjesën me luginjen e Valbonës. 2 vjet para është ndërtuar linja e re e energjisë elektrike. Sa herë kanë bërë virale atë Valbonën, se ikin dritat sa fillon bora, do me thënë, atëherë kur priten... Sa fillon bora është mirë, sa fillojnë 5 pikat e para të shiut, dhe sa fillojnë lëvizin gjethet nga era, aty fiken dritat. Me linjë të re, nuk e di sa milion ka kushtuar nga buxheti i shtetit, por nuk ka zgjidhur asgjë. Do me thënë, të shpresosh në 2 javë turizëm, le të themi që bie borë në Valbona dhe për 2 javë do t'i kesh bujtinat dhe hotelet plot. Dhe të ikin dritat pikërisht në momentin kur turistët do vinë të konsumojnë, po themi mjedisin. Në fillim të janarit isha në ditë të para e iknin dritat. Po edhe në verë sa herë ka shi, sa herë bie rreshe shiu, nuk e di se çfarë ndodh. A duhet një kontroll më i mirë në raport me standardet e hoteleve, pavarësisht nga institucionet shtetërore, pavarësisht se ato janë një pronë private, sepse vjet shkova në Kune ndoshta, në fund Shëngjinit. Po, në Kune. Po, ishin 2-3 resorte, all inclusive, dhe unë për rirës vërtetet shkova për testuar për disa njerëz një resort që gjoja ofronte shumë çka. Dhe që kur të binte automati i dhomës, ndoshta nga ngarkesa, ishte i ri, ti nuk e gjeje ku është automati, një standard kë. Nuk du të thirrin ato, lvizin komplet një dollap, ata një raft që e gjetën. Pishina nuk ishte as ato shkallët zbritse, dhe ti nuk ishte as si vetëm po të hidhesh edhe si do dilje. A thoshte kemi plazhin ton privat. Plazhi përpara nuk ishte i tyre, ishte një 200 metër më andej, ca çadra të njëri që thoshte jo, këto janë të mijat, po ata janë të atij resortit. Pra, a duhen para dhe këto, qoftë edhe nga institucionet, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Ministria e Turizmit, pra edhe ata një farë kontrolli monitorimi, se e thot jam resort, ta reklamon shumë bukur, unë blejnë booking apo ku diun. Në momentin që shteti nuk ka ngritur një strukturë për të ndërtuar sistemin e yjeve në hotele, pra janë nisur disa herë skuadrat që do të certifikojnë hotelet me yje, që në kohën kur ka qenë ministre Milva Ekonomi, edhe kur ka qenë Eglantina Gjermeni turiste, pra janë nisur disa herë të formohen ekipet për certifikimin e yjeve, dhe certifikimi i yjeve do të thotë certifikimi standardeve. Dhe tek standardet pastaj hyn ja 40 pika e më shumë, të cilat përbëjnë yjet, pra metrat katror, kushtet, shërbimi e kështu me radhë, dhe gjithë elementet e tjerë që përbëjnë sistemin e yjeve, dhe këtu hyn edhe këto që për shembull nuk mundet që të mos funksionojë mekanizmi i kondicionerit, mund të jetë me komandim, me vetë komandim, me komandim qendror etj. Edhe të gjitha këto specifikat e tjera, por përderisa qeveria, pra ministria përkatëse nuk ka arritur të ndërtojë, domethënë ka çaluar ose ka ngelur rrugës ose nuk është çuar kurrë deri në fund. Veshja, pajisja e hoteleve me sistem yjesh, këto janë pasojat. Këto dhe shumë të tjera. Diku nga 2008 ne insistuam që të vendosë certifikimi i hoteleve me yje të vendosë një standarde, pasi ishte momenti që turizmi filloi të zhvillohej në Shqipëri. U hartua, po themi aktet në ligjore, u bë ligji, u krijuan strukturat e kontrollit dhe u klasifikuan diku rreth 36 hotele dhe pastaj u ndërpresi proces gjatë qeverisjes PS-s u la në heshtje duke diskutuar kush do ta bënte këtë proces, sepse ndoshta këtu ishte edhe ajo pjesa më e rëndësishme, u afruan disa nga institucionet ndërkombëtare më të rëndësishme, duke filluar nga Gizi, nga institucionet tjera. Dhe një grup teknicienësh në Shqipëri, aq sa kishte. Dhe këta, domethënë, nuk u arrit të vendoseshe dhe jemi akoma sot kësaj dite i vetmi vend në Europë me pak klasifikuar. Dhe ndërkohë jemi pa standarde. Kemi vetëm kategorizimin, pra je hotel, je bujtin, vetëm ky proces është bërë dhe tashi ky do jetë një proces jashtëzakonisht i vështirë, pasi flasim që deri në 2027 duhen plotësuar standardet. Për të hyrë në BE, duhen hapur pika. Po e di çdo më thënë të plotësosh standardet për në BE. Vetëm sistemi i mbrojtjes nga zjarri për një hotel do të kërkoj një rikonstruksion total të hotelit, duke filluar nga instalimet elektrike, me kabël kundër zjarrit, nga dyert kundër zjarrit, nga moketi kundër zjarrit, nga
qartë të them me rjetëra, me perdet kundra zjarit, dhe të gjitha këto janë kostot të cilat për 20% më lartë mund të ishin bërë kundra zjarit, po tjesë ti e kështë vendosur si standard. Tashi do jetë shumë e vështirë këthimi, dhe ndoshta e kam diskutuar në emër të shoqatës dhe me ministrinë, vetëm nëpërmjet financimeve, subvencioneve, mund të arrihet siç ka ndodhur në vende të tjera, pasi do jetë një proces shumë i gjatë. Është e pamundur një hotel të mbaruar, fillosh ta prisësh nga e para që nga dyert, që nga moketi që ke shtruar ti, edhe gjithë mora një aspekt, vetëm mbrojtje nga zjarri. Pa i hyrë elementeve tjera, sipërfaqe që do, standardet që dohen për kundra zhurmës, dritaret kundra për mbrojtjen. Pa llogaritur që të gjitha resortet në Shqipëri asnjëra nuk plotson kushtin bazë për të qenë resort, që do të thotë metrat katrore në dispozicion për dhomë. Pra, sa dhoma ka hoteli, duhet ketë kaq metra katrore. Nëse si procesi cili do të bëhet dhe shpresojmë që, domethënë indirekt, unë kam marrë informacion që qeveria është duke e analizuar këtë, është duke përgatitur ligjin, duke përgatitur ekspertët, por është një proces i gjatë dhe ndoshta do të jetë shumë i vështirë. Do të vazhdojmë diskutimin mbas një ndërprerje shkurtër publicitare. Reklama e kthehemi pas pak. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë dhe po diskutojmë për sezonin veror, po themi të këtij viti turistik në Shqipëri. Flora, ju kam pa paktën muajt e fundit në rrjetet sociale aktive në zona rurale, po themi, në agroturizme, në bujtina. Unë kam pikë dobë në fakt sektorin agroturizmit ose turizmit rural, për ta thënë ndryshe, më pëlqen shumë. Si është gjendja e tij? Se mirë, pjesën e Bregdetit apo edhe situatave në qytete e shohim çdo ditë, ndoshta e njohim më mirë. Edhe unë kam pikë të dobët pjesën e agroturizmit ose të turizmit rural ose lokal, sepse agroturizmi është pak fjalë më e madhe, se ka disa kritere. Jo, agroturizmi është një prej turizmeve ose elementeve të turizmit rural në përgjithësi, sepse në turizmin rural hynë shumë, le themi, lloje të tjera turizmi që mund të zhvillohen, sepse zonat rurale pra janë zonat jashtë zonave urbane. Dhe në zonat rurale hynë zonat e mbrojtura, hynë turizmi aventurës, turizmi eksperiencave, edhe turizmi kulturor, sepse ka plot site, po themi, ose objekte kulti, nuk po themi site që hynë tek turizmi kulturor, por janë pjesë e një pakete e cila bashkë me, po themi, vizitat në përsite kulturore, ka edhe gjithë pjesën tjetër që është gastronomia, drek në një njësi lokale e kështu me radhë. Kështu që le të themi që është turizmi rural. Si çdo medalje që ka dy anë, edhe turizmi rural ka anët e vetat, le të themi, pozitive dhe negative, të cilat pjesët negative i ka kryesisht jo për fajt të vetë, por kryesisht për mungesë totale të dorës së shtetit si gjithmonë. Mua më vjen keq që kur diskutojmë dal gjithmonë te ky përfundim, por nuk dal unë aty. Të çon vetë rruga, sepse nëse flasim për shembull për një strukturë agroturistike, e para, ato fillojnë direkt me pagesë, që do të thotë, nëse dikush çel një biznes, qoftë ky edhe një biznes familjar, një bujtin që ka 2 dhoma, kërkon t'i vërë në shërbim të turistëve, lidhet me një agjenci turistike dhe i thot ma përgatit dhomën sepse do të sjell turist, do bësh dhe një drek të shtëpia jote lokale, nesër pas nesër i shtohet ambicia e bën në restorant, pastaj e shtrin e bën agroturizëm, pastaj mbjell një tokë ose një serë, pastaj vë 2 qëngja ose 2 pula dhe përpiqet ta zgjerojë këtë formulë dhe ta kthejë në një agroturizëm të mirëfillt, gjithmonë i ndikuar ose i nxitur nga një operator turistik ose nga një, po themi, grup i caktuar që sjell turist në atë zonë. Dhe ku ndodh kjo? Ndodh vetvetiu rigjallërimi i asaj zone. Do të thënë, është e vërtetuar katërcipërisht me histori shumë të bukura suksesi që atje ku hapet një çelet, një bërtham sado e vogël e turizmit lokal, dikush një emigrant kthehet, hap dyert e shtëpisë dhe ti shikon që aty fillojnë vinë turistët, hapet një dyqan lokal, dikush shet raki, dikush shet produktet e veta, nxjerr ato frutat e thata, qepët, perimet te rruga dhe lëviz pak zinxhiri i ekonomisë së vogël të fshatit. Kemi shembullin më të mirë Fishtën, besoj. Fishta është mbreti i shembujve dhe jo vetëm në Shqipëri, tashmë është ndërkombëtarizuar ka kohë dhe tashmë Fishta ose Altini ose Mrizi, se unë mendoj që në këtë rast nuk është reklam, por është le të themi ilustrimi i shembullit. Gjithçka që prek tani e kthe në ar, që do të thotë, mjafton bëri
buk me gjath aty edhe i ke njerëzit në radhë në Tiranë. Dhe me thënë, sepse zbatoj formulën e from farm to table, por me fanatizëm duke respektuar deri në detaje produktin lokal, pra duke e nxitur produktin lokal, dhe kur nuk e kishte në zonën e tij, doli e kërkoi në zonat rreth e qark. Dhe kur zonat rreth e qark u mbaruan, që në këtë rast Fishta i mori Fishtës në fillim, pastaj i kërkoi Zadrimës, pastaj i kërkoi Lezhës, dhe pastaj kur nuk e ngopte më apo nuk e furnizonte dot më Lezhë, u shtri nga veriu në jug, patatet i merr në Kukës, siç tham që parë, mollët i merr në Dibër ose Korç. Në Dibër ose në Korç, lule shtrydhet i merr në Fier, në Kafara, e kështu me radhë, dhe bën ofertën turistike lokale. Në Fisht ti nuk shikon asnjë mall importi. Dhe nëse nuk ekziston ai mall, ai e krijon. Ka krijuar proshutat, kantinat, verën, këto punishtet e qeramikës, punishtet e sapunit, punishtet e djathit, domethënë, dhe është kthyer në një kështu agropërpunuse, që do të thotë gjithçka që prodhon toka, ai e përpunon aty, madje po fillon të rizgjoj kultura bujqësore, si orizi për shembull, që nuk ekzistonte prej Institutit Misrit dhe Orizit në Shkodër, duke marrë pikërisht një prej profesorëve të nderuar Ahmet Osjen në Mosgaboj, që të risjellin edhe një herë farërat e dikurshme të orizit dhe e kultivoj, ndoshta me atë oriz të prodhuar, ai nuk arrin të përballoj nevojat ose kërkesat, por e tenton ose konsumon aq sa ka dhe pastaj kthehet tek mielli, tek dromcat, tek ku di unë se ku. Pra nuk ka çeduar asnjëherë, domethënë nuk ka rrëshqitur jashtë ofertës lokale, por e ka mbrojtur me dhëmb dhe ja ku është sot. Këtë gjë, njësi të tjera më të vogla nuk e bëjnë dot. 1, se nuk duan ta bëjnë. 2, se nuk din ta bëjnë. 3, se nuk kanë ndihma për ta bërë këtë gjë. Domethënë, Altini ka pasur një suport shumë të madh nga i paharruari Pierpaolo Ambrosi, që Altini nuk e mohon kurrë këtë gjë, pra ka pasur një suport nga Kooperacione Italiana, nga organizma të ndryshëm që i dhanë dorën dhe i thanë, vazhdo se na ke pas shpatullave dhe do të kërkoj, Sigurisht, po ne këtë gjë e thamë që në fillim, pra, ne këtë gjë e thamë të parën. Se mund shkoj kushdo, po nuk e japin. Ne këtë gjë e thamë të parën, që ka dashur ta bëj, ka pasur idetë dhe ëndrat e veta në kokë, dhe ja ku e bëri. Ndërkohë që të tjerët nuk e bëjnë, pra se thamë, në fillim nuk e bëjnë se s'duan, pastaj nuk e bëjnë se s'din, pastaj e treta nuk e bëjnë se nuk kanë këtë mbështetje që mund të kenë të tjerët. Altini tani më është institucion, dhe nuk mund të flasin, nuk mund të bëjnë gjithë dot Altini. Absolutisht jo, por mund të bëhen. Këtu që ndërën problemi pasaj. Po të duash të flasim me shembuj, po unë prapë thash nuk po flas për efekte reklame, kemi dhe vatra të tjera të vogla nëpër Shqipëri, në fshatra si Gramshi, për shembull, ku janë hapur ferma të tilla, ose kemi kantinat e Durrësit, kantinat dhe agroturizmat e zonës së Shqipërisë mesme, sepse i kemi jashtë Tiranës, jashtë Durrësit, jashtë Kavajës, që ka kantina ose ferma, të cilat kanë rezultuar shumë të suksesshme dhe po i japin frymarrje agroturizmit në zona që janë të pamendueshme, si Durrësi. Që do të thotë, janë biznese me një farë vizioni ose me një farë këmbguljeje. Kjo është ana e mirë e agroturizmit. Ana e keqe është pastaj që mungon totalisht infrastruktura dhe mbështetja. Vetëm kohët e fundit shteti po duket paksa, sepse kur u bë projekti i qimfshatrave, nuk e di nëse 20 ose 30 prej tyre ja dolën të quhen fshatra turistik me atë infrastrukturën e rilindjes së famshme urbane, ndërkohë që 70% e këtij fondi nuk dihet se ku shkoi. Të gjitha programet e AZBR-s që pastaj ne gjithë dimë se si përfundoi. Në letra në fshatra kanë shkuar, është e sigurt. Në letra po, edhe unë e sigurt jam që kanë shkuar, por në realitet nuk kanë shkuar, sepse edhe ato fshatra që u rikonstruktuan si Nivica për shembull, nuk kanë rezultuar të suksesshme, se sot Nivicën nuk e ka një destinacion turistik të frekuentuar, ku njerëzit sigurisht duhet shkojnë Kastile. Mund të jetë Tamara një stacion shumë i mirë se shkohet në Vermosh dhe Lëpush, që edhe atje, po të shikosh realitetin e sotëm, nuk është kaq fush me lule sa duket në internet, sepse edhe në Lëpush, edhe në Vermosh, ata që erdhën, kanë ikur sërish në Angli, në Amerikë, në ku diun ku jetonin më parë, dhe ti nuk ke më 7 bujtina sot, 10 bujtina nesër, 20 pas nesër, po kishe 10, tani ke 7, 6, e kështu me radhë. Pra, vinë duke u mbyllur, sepse nuk kanë suport tjetër teknik që ta çojnë përpara ofertën e tyre turistike. Unë këto e kam parë vetë në terren dhe nuk pranoj asnjë argument kundra, sepse i kam verifikuar të gjitha. Në një prej fundjavave të para 2-3 jave, isha në Barbullin të Lushnjës, që është një fshat që nuk mendohet pjesë e Myzeqes. Bizneset të vogla aty
janë përpjekur të krijojnë bërthamat e tyre, slow food myzeqeja, për shembull, ose produkte që, ku diun, lushnja ose myzeqeja ka të famshme fjala vjen bretkosat. Franca me bretkosat dhe me kërminjt ka bërë turizmin e saj botror, pra ka mbrojtur brandin e saj gastronomik, kurse këtu janë vetëm restorante të vogla të cilat punojnë në mëshirë të fatit. Ndalon aty ku shkon berat, fjala vjen. Po pse s'ka një formullë lushnja brandin e vetë bretkosave, bretkosa from lushnja? Pse jo? Pse jo? Jo, shumë mirë është. Ne i lem proceset përgjysëm, minisim dhe pastaj i lem përgjysëm pa plotësuar legjislacionin përkatës. Një nga problemet kryesore që kanë agroturizmi, agrobiznesi ka qenë gjithë veriu nuk ka pronësi mbi tokën, nuk ka pronësi mbi objektin, dhe që këtu ai nuk përfiton dot lehtësirat fiskale. Agrobiznesi një leje me ndërtu në tokë vetë, të trashëguar brez pas brezi. Po pra, dhe që këtu fillon problemi. Pse? Sepse ai duhet ta kishte dhe akomodimin dhe ushqimin me 6%, sipas legjislacionit. Ai nuk e arrin dot të se nuk merr dot certifikimin për të qenë agrobiznes. E dyta, infrastrukturën duhet ja bëj shteti, me qenë se ai kërkon që këto zona të zhvillohen dhe ata banor mos rikthehen në qytet, po të vazhdojnë të punojnë aty. Mos harrojmë që ne që njohim restorantin, kemi 36 vjet që merrem, është pjesa më e vështirë e biznesit turizmit. Dhe një restorant me një fundjavë nuk mund të mbajë dot punonjësit. Të gjithë to funksionojnë në fundjavë, një dhe funksionojnë vetëm 5-6 muajt e verës. Pjesa tjetër është shumë e vështirë për të funksionuar. Me gjithë përpjekjet tona nuk kemi arritur dot, pra çfarë ndodh? Ai duhet marrë punonjës sezonal dhe me orar të kufizuar. Por siguracionet duhet i pagoj të plota. Ku është logjika e kësaj pune? Pra ti mund të marrësh njerëz që do punojnë 8 ditë gjithsej, pra 4 fundjava nga 2 ditë, atëherë ti duhet i paguash siguracionin e plot këtij punonjësi, se nuk të lënë tatimet, pra një sër pengesash nga më të ndryshmet për t'ia u bërë, për t'ia u nxirr këtyre dhe për të mos qenë këta mos shiko janë 200 agrobiznese mesatarisht deri tani, po e them unë se pak a shumë e di. Vetëm 40 janë të suksesshëm. Pjesa tjetër, e kupton, janë drejt falimentit, drejt mbylljes. Është e pamundur që ai të funksionojë me këto çmime, me këto produkte që vijnë pothuajse nga importi. Ose punon me bazë ushqimore jo cilësore, që e blen lirë në treg dhe e shet shtrenjtë në agroturizëm. Edhe nuk e gjen, ai nuk punon dot me produktin vendas. Çfarë prodhon Valbona, çfarë prodhon po themi Thethi. Valbona dhe Thethi nuk prodhojnë për mungesë vizioni, sepse të gjithë duan të bëjnë bujtina dhe nuk i bën dot as domate, kanë lënë tufat, nuk e kam ke mishi, ke djati, janë shumë gjëra të tjera. Arat nuk i mbjellin me paktën me domate për të bërë turshi apo me lakra. Pra kjo është dhe infrastruktura që është pjesë e rëndësishme, pra shteti kur merr përsipër të zhvillojë një industri, duhet t'i shkojë mbrapa me infrastrukturë. Pse i shkon vetëm investitorëve strategjik? Tani çfarë ndodh? Është paketa e maleve. Paketa e maleve i është lënë dorë për ta propozuar bashkitë dhe komunat, që ato nuk kanë staf. Më kupton, ti mund të jesh profesionist më i mirë i arkitekturës dhe nuk e bën dot këtë gjë, po nuk njojtet terreni dhe po nuk qep profesionist. Dhe tashi, mbas propozimit tyre, ti mund të bësh një studim dhe ky studim pa u bashkuar me një strategji të përgjithshme të turizmit, e lidhur kjo me infrastrukturën, me fondet, kjo do mbetet thjesht, do marrin ata 10 oligarkët që i vënë syrin zonave bosh, dhe pjesa tjetër nuk do arrin dot ta bëjnë. Dhe në qimfshatat, çfarë është? Qimfshatat, kush ka bërë shkollën e turizmit jashtë, e mëson se është modeli, domethënë është shpikja e Portugalisë. Në vitin 90 ishte një nga vendet më të varfra, nuk ishte as turizëm, as gjë, dhe çfarë bën? Bën modelin e qimfshatrave, investuan në Bregdet, pra shteti bëri rrugët, bëri tunelet, bëri ujësjesat, bëri kanalizimet, i uriti vlerën pronave në Bregdet, dhe atëherë hapi dhe zhvilloi këto zona, jo me idenë që jemi grop tani dhe vjen ta blej oligarku 5 lek tokën dhe bën çfarë doj. Po në momentin që u barazuan gjithë, atëherë filloi starti i kësaj zone. Po nuk mund të bësh qimfshata të marrësh, të bësh qendrën e një fshati, rrugën e një fshati tjetër,
E kuptoti, një tjetër ti bësh çfarë themun disa shtëpi, domethënë në 100 fshatra me koncept duhet bësh, merri 20 fshatra dhe çoj deri në fund. Bëj komplet, jo vetëm ke bërë qendrën pak a shumë njësoj, me të njëjtën model, me të njëjtën arkitekturë. Duke dalë jashtë arkitekturës, pra e ke vesh me plaka një zonë që ka gurin, ka hekurin si trend, dhe masi kishe mbaruar këto 20 fshatra, atëherë mund të riktheheshin njerëzit. Të çka ke bërë në Piqeras në Bato, ke rikonstruktuar anët e jashtme dhe kanë ngelur bosh. Pse? Sepse nuk vinë dot banorët për 3 muaj verë. Duhet bësh politika, po themi, një nga propozime që kemi bërë ne dhe është miratuar për s'ka fonde, subvencionimi i punojësve të turizmit 4 muajt e punojësit e turizmit sezonal. Si është miratuar kur s'ka fonde? Është miratuar dhe s'ka fonde. Po nuk janë parashikuar fonde. Tani inshallah shpresojmë që në shtator, kur ndryshoj ajo, po themi, buxheti të ketë të parashikohen në mënyrë që të kesh mundësi ti thithësh punojësit që punojnë jashtë në Greqi kryesisht, ti thithësh dhe ai të ketë një pak vjetore, të ketë mundësi trajnimi. Dhe po flitet vetëm për siguracionet, jo për rrogat e tyre, se rrogat i paguan prap biznesi, vetëm siguracionet. Dhe flasim për pjesën kryesore, 60-70% strukturave kryesore, njerëzve të specializuar, se pastaj njerëz mbushës, student, mund të marrësh sa të duash, por këta që ti trajnosh, që të kesh standarde, të kesh cilësi, duhet detyrimisht t'ju japësh mundësi që ai ta ketë një profesion gjithvjetor dhe të ketë dhe siguracione dhe në fund pasaj mos mbetet mbasi të mbarojë sezoni. Edhe ta zgjedh si profesion, pra mos ta quajë si profesion provizor që ai mund të jetë student, fjala vjen, por nëse i pëlqen kjo gjë, nëse paga është e mirë, nëse mjedisi ku ai punon është i bukur, miqësor, ti po punoje në pastrim me 800 euro, 900 euro në nuk. Ose për shembull punon kamarier, nesër mund të bëhesh shef salle, bëhesh menaxher hoteli, bëhesh dhe kështu rritesh profesionalisht në një... Edhe ajo çfarë tha zoti Topuzi për njerëzit e bashkive, edhe planet, ose se unë nuk e di nëse quhet plane rregulluese, për shembull, unë jam nga Dragobia, rrugën e Valbonës. Aty bashkia nuk lejon të ndërtosh më shumë se 2 kate dhe papafingon. Si s'm lejon kur aty kanë qenë kullat 3 katësh, ç'do thotë kjo? Jo, si s'lejo ka bashkia aty kur ti ke të gjitha hotelet e Drurit i ke me 5 kate. Ajo patjetër, ata janë ndërtuar siç janë ndërtuar. Edhe janë të gjitha jashtë absolutisht jashtë çdo standardi të arkitekturës tipike të kullave, sepse janë thjesht shtëpi me 5 kate, me strukturë druri, me ndonjë gjë hekuri të balkonit. Po bashkia ligjërisht nuk të lejon të ndërtosh mbi 2 kate plus ligjërisht po, por konkretisht, pra faktikisht i ka lejuar përderisa këto ekzistojnë. I ka lejuar, në Valborën e dim si është. Nëse nuk mund të punosh me plane vendore, plane sektoriale, në një kohë që turizmin e ke industrinë kryesore. Domethënë ti duhet bësh një strategji të përgjithshme, një master plan të përgjithshëm, në mënyrë që të jetë, domethënë sot Organizata Botërore e Turizmit flet për turizmin e vitit 2040. Ne flasim për turizmin e 2030-s. Që erdhi edhe 4 vjet. Do të 4 vjet jemi. Ty 4 vjet të duhen ta ndërtosh një gjë, një infrastrukturë. Dhe një person që merr kredi për të bërë, edhe ai investitori i zakonshëm, por edhe ai strategjiku. Merr një kredi 10, 15, 20 vjeçare. Ti ke një strategji 4 vjeçare. Çfarë do ndodhi në atë zonë? Të ndryshojnë në rregulloret sipas ministrive. Mbas 4 vjetësh, ai mund ta kthejë zonë minierash. Edhe dështoj programin, dështuan lekët që ke investuar këtu. E vetëm rregulloria e plazheve, e funksionimit të plazheve brenda 5 viteve të fundit ka ndryshuar 3-4 herë. Dhe për shembull dikush investon në një beach bar. Po të investosh në një beach bar duhen paktën 100.000 euro. Domethënë çadra, kjo, ajo, domethënë infrastruktura që ti investon në këtë, pastaj vitin tjetër ty të ndryshon ligji dhe ai thotë, ti s'ke për ta marrë më këtë plazhin, thotë, sepse e ke pas vetëm një vit kontratën. Ku do t'i çojë ai çadrat, shezllonët, investimin e barit, gjithë investimin? Duke qenë se minutat po afrohen, me gjithë këto ndryshimet, po themi që po ndodhin në lindjen e mesme, frikrat, një pjesë ndoshta e shqiptarëve edhe do të kufizohen në të shkuar, edhe në Turqi ndoshta. Për shembull, Turqia pavarësisht se sa rritën raketat, u sulmuan në një farë mënyrë. Pra, u nis një raketë drejt bazave amerikane. Frika patjetër që po, një pjesë e turistëve evropian, qoftë nga perëndimi, qoftë nga lindja, që ndoshta deri dje kanë shkuar në Turqi, do shohin destinacione të tjera të paktën për këtë sezon,
por që të mbahen, që të rrinë këtu edhe sezonet tjera, duhet jetë Shqipëria të pozicionohet si një destinacion i sigurt. Jo thjesht në aspektin e sigurisë, se nuk po ju ndodh asgjë në kuptimin e problemeve apo konflikteve, por të ofroj siguri për një pushim të njëjtoz. Më sa para ke vendosur shpenzash, kuptohet. E folëm pak përpara që nuk besoj se do ketë në ndikim të madh në Shqipëri, ndoshta do ketë vetëm nëse shtrihet lufta edhe në Europë, vetëm në rast se lufta do zgjerohet edhe në vendet e tjera, atëherë do jetë e rrezikshme. Deri në momentin e tanishëm nuk ka ndonjë informacion për kemi pasur turistë edhe nga Dubai dhe nga Arabia Saudite, pra kemi pasur po themi një marrëdhënie të mirë, por nëse do vazhdoj kështu edhe Izraeli vet do konsiderohet i rrezikshëm për të tjerët, po jo i rrezikshëm për izraelitët. Me sa di, kompanitë e para që kanë firmosur kontrata për charterat e aeroportit Vlorës janë izraelite, që do të thotë, nëse do ta shikojmë në rrafshin e ngushtë fare të interesit ton personal si Shqipëri, mund t'i shikohet edhe hajri deri diku luftës, sepse mund të shtohen grupet e turistëve izraelit, që janë turistë shumë të pasur, që shpenzojnë shumë, që qëndrojnë shumë ditë, do me thonë qëndrojnë maksimum një javë deri në 10 ditë, që do të thotë janë turistë shumë të mirë, edhe që e pëlqejnë Shqipërinë. Do përfitojnë ndoshta Malizi dhe Kroacia që lejojnë turistët, sepse një gjë, gati gjysma e turistëve që vinë në Izrael janë rusë. Pavarësisht se është politika kundër Amerikës, pra ata i pranojnë turistët. Europa nuk i pranon turistët rusë, dhe besoj se do ketë një lëvizje të tyre drejt Malizi, cilët nuk e kam penguar teorikisht lëvizjen e turistëve rusë, kështu që në rajoni do ketë përmirësime, nuk është se mund të ndodhi gjë në rast se lufta nuk zgjerohet. Nuk zgjerohet, po. Pra po mbeti në këto kushte, në këto kuadër. Zak, Flora, ju falenderoj që ishit në alertë. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Ky është fundi i programit për ditën e sotme, bashkë do të shihemi të premten e ardhshme në 21. Mos harroni, Alert ritransmetohet të shtunën në 13:30. Deri atëherë, mirupafshim.